Nesër në Gjakov në ora 9 fillon gara vrapimit Park Rand Gjakova. Mbledhja e atleteve fillon në parkun e Shkugzës, saktësisht në rrugën që dërgon në drejtim të fshatit Firs. Njëri nga organizatorët e kësaj ngjarje sportive, Stilian Hoda, tha se ky aktivitet është nisme dashamirësve të vrapimit dhe mbahet për herë të parë në Gjakov. Që do të shtunë në ora 9 pa 15 kishtë qenë mirë me qenë aty gjithë të interesuarit. Është iniciative vrapusve të Gjakovës me moshat të ndryshme të cilët kanë shpreh vullnetarisht dëshirën për mi vazhdu këto si event. I ftojmë gjithë qytetarët e komunës, pra edhe vendeve tjera. Ora është, do me thonë, e përballueshme edhe nëse jeton pak më larg, ki kohë boll për më ardh. Shpresojmë të na bashkohen. Është një iniciativë për shëndetin ton, për qytetin ton. Hoda tha se përmes këtij aktiviteti synon të mblidhen sa më shumë të ri e të reja për të kaluar një ditë të shtunë së bashku, ndryshe nga ditët tjera. Kjo shpresojmë me zgjat për gjithmonë. Ne fillojmë me kohën, shpresojmë që na bashkohen vrapus tjerë të cilët marrin edhe iniciativa, edhe apo kupton mi bë si formë traditës edhe si formë shtafetës të ja dorëzu gjenerata gjeneratës. Më rëndësi është me qenë spari për shëndetin tonë, së dyti me ikë pak prej teknologjisë, po shpresojmë që kanë marrë dhe familjar me fëmijët e tyre, edhe e treta mu knaq, mu socializu në jetë reale, jo vetëm në për jetës sociale njëri me tjetrin. Gara vrapimit për të rritur është 5 kilometra, përderisa për fëmijë shtegu i vrapimit do të jetë vetëm 2 kilometra me shtek të kombinuar asfalt dhe zhavor.